Thot njoni prej të parëve tonë, thot a nuk e shifni disa njerëz, a thot a nuk vjen kjo për mësim, se ka njerëz që binë shumë vonë me fjetë, zgjohen për mëngjes pa i zgju askush. Ka njerëz që binë pi para akşamit, zgjohen më dalë dielli. Cilët janë arsye? Pse një njeri ka ra ora 3, ora 5 sabah në safin e parë ki. Kurse njoni ka ra në 3 pasi kindije, qohet ora 9 në mëngjes. Thot, ka thonë, cila është arsyeja? Pse disa njerëz binë vonë ama qohen zgjohen pa i zgju askush. E pse disa njerëz binë herët mirë po së në qohen në ngritën në mëngjes. Ka thonë, kjo është rezultat, thot pasha Zotin, thot kjo është jeta e zemrës, e nuk ka diçka tjetër. Pra zemra e këtyre është e vdekur, kurse zemra e atinve që zgjohen është e gjallë. Po thot, për këtë arsye, një rob udhëheqet me shkop, ndërsa thot i liri mjafton atij shenja. E sa shenja i kije këtu, bjerë vonë, qosh herët, ndërsa ai bjen herët, qohet vonë, për çkak se çështja nuk ka të bëjë vetëm me çështjen e trupit, po ka të bëjë me çështjen e zemrës dhe shpirtin. Para të thot ti nuk je rob i epshit tan e as shejtanit tan. Nuk duhet të jesh as i Zot, nuk duhet të jesh që të lakmosh në pasionet tuaja apo në pakujdesin tan, po ti je nga të lirët që e ndjek rrugën e të mirëve. Abdullah ibn Auni thot, që thot në zonës e ti, Kharij ibn Musab, për Abdullah ibn Auni, e kam shoqëru 24 vjet. Pra Kharij ibn Musab thot për Abdullah ibn Auni, e kam shoqëru 24 vjet, nuk e di se ka bon dhe një herë dhe një gjuna që ka vlesht që me leket me jashkujt ati. 24 vjet, thot nuk di që ka bon gjuna që me lakë që gjindet nën me majt ka pas nevoj me shkru për ta. Pra 24 vjet Allahu gjuna si ka bon. Fudejl ibn Iyadi thot, dije se mira që të vinë nga armiku jot janë shumë ma bujare se nga miku jot. Të mira që të vinë nga armiku jot janë shumë ma të shumë të sesa që të vinë nga miku jot. Tha si? Tha për çkak se tha kur përmen është keq të miku jot, çka thot? Allah e falët. Pra nuk përgojon. Kur përmen është armiku jot, atëre a i nxeshet në përgojim, pra ti doron, ti doron se vapët, ti pa jalip. Ti doron se vapët, pa jalip. Para ta thët kujdesu, mos të ish nga to. Nëse urren dikan, mos e përgojo. Po ban doa për ta, që Allah Azza wa Jell të shkruje se vapë edhe ti, në duan dhe luqen që ja ban, dhe ndoshta Allahu Azza wa Jell e përmison atë të cilën Allahu Azza wa Jell i ban gjuna. Sufjan ibn Uyeyna rahimullah thot, ka njerëz në sipërfaqen e tokës që hecin, mirë po i përngjasojnë baktive. Ka njerëz në sipërfaqen e tokës që hecin. Megjithatë, tha i përngjasojnë baktive kafshë. Si për shembull, i përmeni disa, pastaj tha, ka prej atyre që i përgjajnë derëve. Tha nëse je një ushqim të këndshëm dhe të mirë, as nuk e kthen kokën. Nëse has me një papastërti, e shtin turinin ta. Tha ka për njerëzve që je 50 këshilla, as një nëse marmen, ka për njerëzve viç një të keq që janin për dikujt, ata e ban e zbere e marmen. Para ta thot mos u ban nga ata të cilët sikur miza e cila vjen vetëm do të sira, mirë po banë sikur bleta e cila ha mirë dhe len mirë. E lutim Allahun Azza wa Jell që Allahu Azza wa Jell të na mbrojë nga gjunohet dhe mëkatet. Lutim Allahun Azza wa Jell
që Allahu Azza wa Jall të na bën të dashur ibadetin e tij. Për atë ka ardhur në një dua në suratul Hujurat që Allahu Azza wa Jall e ka përmend dhe ka thonë: falëndimi takon Allahut i cili na i ka dashuru imanin, na i ka dashuru veprat e mira dhe na i o Zot na ban të dashur imanin dhe na zbukuron zemrët tona dhe na i urrej shirkun dhe mëkatet dhe gjunat. Nëse mëkatet dhe gjunat urrejnë zemrët tona, s'ka dyshim se kanë mu dashuru ibadetet Allahut. Një gotë që është e mbërmbushur nuk ka mundësi të mbushet më. Nëse e mbushur me dashurinë dhe gjunave, atëherë s'ka vend për dashurinë Allahut. Ai duhet të zbraset, të mbushet me dashurinë Allahut, atëherë s'ka në vend gjunave.